Me ardhjen e sinës së pranverës, shumë qytetarë përballen me shtimin e alergjive sezonale. Sipas mjekut alergolog Egir Lesha, rritja e temperaturave dhe përhapja e polenëve në ajër bëjnë që simptomat alergjike të shfaqen më shpesh tek personat e ndjeshëm. Të shtimat e shpeshta, kryerja e syve, rrjedhja e hundëve dhe vështirësia në frymarrje janë disa nga shenjat më të zakonshme që shoqërojnë këtë periudhë të vitit. Stina pranverës, siç dihet, është stina alergjive, sepse në këtë stinë shkaqet që krijojnë probleme alergjike janë në ambient. Dhe këto shkaqe janë polenet e barnëve të ndryshme, të bimëve të ndryshme dhe të pemëve. Simptomat alergjike janë kryerja e syve, rrjedhja dhe bllokimi i hundëve, kryerja e fytit, të shtimat e shpeshta. Mjeku Lesha thekson se trajtimi duhet të nisë sa më herët, madje edhe përpara shfaqjes së simptomave. E mira kishte qenë që mjekimet e alergjisë të fillojnë para se të fillojnë simptomat e para ose në stadiet fillestare të tyre, me qëllim që periudhën e simptomatologjisë alergjike që është 3 muaj, ato të jenë të dominuara nga ilaçet e ndryshme. Specialistët këshillojnë që persona që vuajnë nga alergjitë sezonale të konsultojnë me mjekun dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe për të shmangur përkeqësimin e simptomave dhe për të ruajtur shëndetin.